Këtu jemi në kunet të Lezhës, një vend i mrekullueshëm, që njihet për gjuhën e tij, e rosave të egra, por gjithashtu është dhe një vend që mshe akoma krimin që është kryer nga njerëzit e Bashkim Gazidetës, shikut të parë të qeverisë demokratike të Sali Berishës. Këtu janë torturuar shumë njerëz, janë zhdukur shumë njerëz dhe midis tyre është një krim shtetëror që akoma nuk ka ndëshkim. Këtu është zhdukur Remzi Hoxha që rrezik do të gjendet në këto rrënoja këtu diku, i groposur, i zhdukur, i djegur, nuk dihet. Është një krim që i rëndon akoma shtetit shqiptar dhe nuk flet kërkush për këtë. A do zbulohet një ditë se kush e dha urdhën dhe kush e vrau Remzi Hoxhën?